Biblioteka Publike Shefqet Musaraj në Vlorë në bashkëpunim me Muzeun Kombëtar të Pavarësisë në vigjiljet e 21 marsit, ditës botërore të poezisë, kanë organizuar gjatë kësaj të njëjtëje një aktivitet letrar me pjesëmarrjen e poetes vlonjate Vera Zaho. Pranver poezie, trashëgimia fjala, ishte ky aktiviteti që solli emocione me poezitë e interpretuara. Ky bashkëpunim ndërinstitucional nënvizon rëndësinë e trashëgimisë kulturore dhe rolin e institucioneve kulturore në edukimin letrar dhe shpirtëror të komunitetit. Aktiviteti u hap nga drejtuesja e Qendrës Kulturore të Vlorës, Angela Kaplanaj, e cila ka uruar ditën e poezisë. Gëzuar ditën botërore të poezisë. Jam shumë e lumtur që jam në mesin tuaj për këtë event kaq të mrekullueshëm siç është Pranverë Poetike. Faleminderit Iltana për këtë event, faleminderit Kozeta për bashkëpunimin. Drejtuesja e Bibliotekës Publike Shefqet Musaraj të Vlorës, Iltiana Koleka, tha se poezia lidhet me kujtesën tonë, historinë dhe identitetin kombëtar. Poezia ka një datë në kalendar, por jeton çdo ditë. Ndaj sot, më 19 mars, ne i paraprim 21 marsit, ditës botërore të poezisë, të shpallur nga UNESCO. Pranverë poetike, trashëgimi dhe fjalë, është një ftesë për të ndalur për një çast, për të dëgjuar fjalën dhe për të ndjerë shpirtin. Në bashkëpunim me Muzeun Kombëtar të Pavarësisë dhe veçanërisht drejtoreshën e këtij muzeu, zonjën Kozeta Alili, sot lidhim poezinë me kujtesën, me historinë dhe identitetin kombëtar. Ndaj, kam kënaqësinë të prezantoj zonjën Vera Zaho sot, mësuese e gjuhës së shqipe, mësuesja juaj apo jo? Dhe e letërsisë prej më shumë se 3 dekadash. Një zë i përkushtuar ndaj fjalës. Adhuruese poezisë dhe studuese e gjuhës shqipe, Vera sjell reflektime mbi mënyrën si flasim, si shkruajmë dhe si ruajmë gjuhën tonë edhe në kohën e teknologjisë dhe të rrjeteve sociale. Për Verën poezia ka lindur herët në përditshmëri, në ndjesi të vogla që më vonë bëhem varg. Dhe sot këtë dashuri, ajo u përcjell juve nxënësve të saj. Me kujdes, me pasion, me besimin se poezia formon jo vetëm mendjen, por edhe shpirtin. Në emër të Bibliotekës Publike Shefqet Musaraj Vlorë, ju falenderoj nga zemra për praninë tuaj. Ndaj, le ta mbajmë këtë ndjesi me vete, sepse poezia nuk mbaron këtu. Poezia vazhdon brenda nesh, poezia vazhdon në kujtesë, në histori dhe realitet. Përshëndeti aktivitetin dhe drejtoresha e Muzeut Kombëtar të Pavarësisë, Kozeta Halili. Sot këtu, në këtë ambient të bukur të Bibliotekës Shefqet Musaraj, jemi mbledhur për të festuar një nga thesaret më të çmuara të shpirtit njerëzor. Fjalën e bukur, poezinë e bukur, në prag të ditës botërore të poezisë. Pranvera që po troket sjell me vete jo vetëm gjallëri në natyrë, por dhe një zgjerim të ndjenjave tona dhe të mendimeve tona më të thella. Dhe pikërisht, ju, të dashur nxënës, jeni kjo pranverë, jeni shpresa, frymëzimi dhe vazhdimësia e gjuhës, e kulturës, e identitetit ton kombëtar. Poezia nuk është thjesht një varg, ajo është zëri i shpirtit, është një kujtesë, është dashuri, është një urë që lidh brezat dhe jep historisë sonë një kujtim shumë të bukur. Në këtë ditë të veçantë, le të ndalemi për një çast dhe të kujtojmë një nga figurat më të mëdha të historisë së kombit tonë, atë të Ismail Qemalit. I cili me besim të palëkundur në të ardhmen e Shqipërisë ka thënë: Shqipëria do të bëhet, sepse kështu e duan bijtë e saj. Me mjaft emocione është shprehur poetja Vera Zaho. Sot festojmë poezinë të gjuhë të veçantë të shpirtit njerëzor, që arrin të thot me pak fjalë atë që ndoshta ne nuk e themi dot me mira fjalë. Poezia është primarja e ndjenjave. Është zëri heshtur i zemrës, është drita që ndiqon mendimin dhe shpirtin. Në një varg poetik mund të jetojë një botë e tërë, mund të jetojë një pranverë e bukur, mund të jetojë një mall, një mungesë, një dhimbje, një shpirt njerëzor. Ne ndjejmë dhe
e cekim për herë, e dëgjojmë shpesh nga poetët që duhet të lexojmë shumë poezi, sepse sa më shumë poezi lexojmë, aq më shumë njerëzor bëhemi dhe bota vërtet bëhet më e bukur mbi bazë të vargut. Poezia është muzika e shpirtit. Është muzika e gjuhës sonë të bukur. Është ajo që na bën të ndalemi për një moment dhe të themi sa bukur është të jetosh, sa e bukur është bota. Nxënësit kanë interpretuar poezi, duke sjell emocione për të gjithë të pranishmit. Dijem kaq e vockël, që poezia e sjellës bredret meje, më rëmben dhe mu në prehër të muzave. Një bark në muzikë si një njeri i braktisur, thye ndrita mbi heshtjen e saj, belbëzoi valët bregut, teksa fërbuhis e erës, shtora e këngës së sirena. Në tokën që duket e njej, rëmoj si i marë, të ndjej erën e dheu të shenjtë, erën e gërgjit shqiptar. Vazhdoj kërkimi, unë mërgjimtari eksplorator, atë dheun e gjej tek shpirti, dhe shpirtin tek atë dheu, një lloj. Ç'është kjo rreth e bukur që e thkon mbi nënën time? Të duar që më mbani, tani e rënduar. Por, s'ka gjë. Nga shpirti i saj zgjaten duar të tjera. Unë do të pres në portën e ëndrës, edhe nëse ti nuk vjen, unë do të pres. Do t'i shkruaj gjithë fjalët e zemrës, por nuk do të vdes. Mbështetur aty tek trungu i tharë, do të më gjesh ndonjë ditë patjetër, ose pa jetë, po desh ndonjë kalimtar, pse që dhe trung i kthye në letër. Gjatë këtij aktiviteti, poetja Vera Zaho ka prezantuar krijimtarinë e saj poetike, duke sjellë një model të drejtë për drejtë të ndërthurjes së artit me edukimin dhe fuqizimin e lidhjes së të rinjve me fjalën artistike. Nga fillesa tek vargu, një udhëtim poetik pa kufi. Ky ishte edhe titulli i ekspozitës tematike gjithëpërfshirëse, të hapur në ambientet e Bibliotekës Publike Shefqet Musaraj në Vlorë, për të nderuar 21 marsin, ditën botërore të poezisë.